ka ardhur një ofertë që të ka thënë atë krijimtarin tënde, ty të lumto, je i Zoti, ma jep mua, thotë, shkoj emrin tënd, unë t'jap 1000 euro. Ashtu siç ka ardhur edhe nga fondacione, nga shqiptaro-amerikanët, me kanë bërë 2 libra, nga që ju ka pëlqyer tepër krijimtaria, duk origjinale, shumë mirë, 2 libra, i kam këtu me vete, po i shohim, edhe ato i kanë quajtur tepër dhe kanë bërë jashtëzakonisht vlerësimin e mirë. Po pra, e ke botuar këtë? Po, e kam botuar, edhe kanë bërë, po, bravo, ma kanë bërë vlerësimin, me kanë bërë një sasi. Shkrimtar, gazetar. I këtë shkruar tu, dhe tjetrin, e kanë bërë ato tepër të përsosum, edhe një kosisht me kanë dhenë parat e dora. Mua më ndihmon, po mirë tani, se unë dua të jetoj. Kjo fusha jonë. Po pra, do thotë që ti e komod, se ti shet hard. Po kështu e dua, Nikoj, a që është i vërtet, nuk është falso. Ore, dakord, po tani më thuaj situatën se ti njerë më del që unë marrë super vlerësim për profesionin tim, njerë më del që unë nuk marrë vlerësim fare. Nikoj, si qëndron situata? Nikoj, ne duam t'jemi më lartë në vlerat tona, kuptoj e drejt. Si më lartë në aspektin profesional? Se me kanë bërë disa intervista, me kanë bërë disa në studio, ke parasyshti, me kanë bërë vlerësim, unë tani para pak kohësh dole të Agroni Maka i që i ftuar në emision. Ke parasyshti, mirë po, së shpejti do bëhet një emision tjetër televiziv, po unë dua që t'jem me vlerat e mia të vërteta. Atëre më thuaj vlerat e tua të vërteta. Jo profesionale, materiale. Hyç më s'ka materiale, pak, unë kërkoj. Po pse ne duhet t'jemi në kuptimin gjithmonë naiv, gjithmonë të rrim me një çaj, me një kafe. Po pra më thuaj më buridheut, kush është vlera materiale që ti kërkon, që duhet ta kesh ti si vlerë dysheme për të ecur profesionalisht? Po të paktën. Dëgjojeni juve donator sponsor se mund t'ju leverdisi bujari. Të paktën, ne të marrim diçka që quhet me të vërtetë arsyeshme për punën. Po varet ti sa quhen të arsyeshme, se kamariri e pesë sa quhen të arsyeshme? Unë, për shembull, mund ta garantoj një libër që mund ta baj për arsimin 8 vjeçar, për ciklin e ulët, ose diçka tjetër të kategorive tjera, që të fitoj çmim. Që të fitosh një çmim? Po, në konkurse të arsyeshme. Po nuk jemi këtë çmimi është... Mirë, pra tjetë si nivel. Si nivel, bravo. Si nivel libre, Si godet keq. Si nivel, dakord, si nivel. Të fitoj një çmim. Si nivel, unë nuk të përjashtoj ty, si nivel. Por u dua të them që si anë financiare, kush i vaj asaj, kush i netës motorit tënd që ti arrin shprehesh profesionalisht dhe i sulmon ti. Po sot ka një mungesë, ka një mungesë. Çfarë mungeset? Ka edhe një herë. Sot nga gjendja që ka shkruar në katastrofë libri, sepse e quan. Ja vajte përsëri atje. Prit, e quan. Ne e kemi vështirë të marrim përsipër menaxhimin e librit vet. E kemi vështirë, nuk arrim dot. E kanë bi. Po të shkosh një librari, edhe ti çosh libra, unë the du kaq %. Unë du kaq %, e kanë pi. Pse? Janë shumë libra që kanë hyrë në mënyrë naive, është blloku, është diçka e bllokuar. Po pse do ta bësh bisedën ashtu më bujar më buridhe? Po ky është realiteti. Po i fshihesh më buridheut, i fshihesh kërkesës tënde dhe justifikohesh gjithë jetën. Dhe në këtë formë gjithë shqiptarët e kalojnë jetën dëm. Na duhet vlera jote më zotëri, sa mirë ma them, më duhet një libër me nivel, pa që të konkurrë për çfarë. Po. Hapi parë. Po. Hapi dy. Unë më parë besoj jashtë, se sa besoj te shqiptërive. Pse nuk bëm kontrata ti me këta jashtë? Po se nuk arrim të rëgjera. Nuk arrim. Atëre jemi në Shqipëri. Nuk arrim në kuptimin, jo për nga nivelet, nuk arrim nga format, nga pozicionimet. Vazhdo. Këto. Ajo është tjetër gjë. Tani unë e kuptoj nivelin tënd artistik. Unë për shembull kishe pas një ide. Në një ambasadë e zhvilluar, në një shtet i zhvilluar, të na bëjë në formë konkursi, diçka për shqiptarët. Për shembull, i bëj thirrje italianëve, francezëve, ke parasysh, amerikanëve, disa tjerëve, që të na bënin disa, duke na bërë mundësinë, duke na dhënë mundësinë, që të përzgjidheshin një sasi. O bujar. Ata bëjnë njoftime pa fund të kësaj natyre. Po ne nuk arrim t'i kapim gjitha njoftime. Nuk i kapim, shiko sa mirë. Po ky është defekti jon. Defekt. E pranoj.
E pranoj, të Ai arsyeshmën e e pranoj. bën njoftimin Po, ambasada, po, e po, thot ai tu po, e shiti projektin. Tani ne na duhet, o Je bujar, shumë i ne na arsyeshëm këtu. duhet Unë këtë po them unë. pozicioni Po, jot. Pozicioni jot është po, bujar Ferhati. Po. Ka këtë historik. Është fabulist i nivelit të lartë, është shkrimtar, ka lënë gjurmë, ka të tëra, por ndërkohë ka bateri të karikuara, që është shumë e rëndësishme. Bateri ka ende të karikuara. Por thot unë dua që përsëri ta shty anën time profesionale si atëherë. Dhe tani ka ngelur diskutimi që po bëjmë ne bashkë, ne po e bëjmë se si të identifikojmë njerëz që kanë interes të investojnë këtë. Po kanë marrë kanë. Kanë marrë njerëz interes. Kanë më, por nuk din ku godet ti më shok. Ju mor din se unë shqiptar jam, merrem vesh. Si merresh vesh? Pra si puna jote, si puna ati tjetrit, po dhe si puna tuaj. Ne dim të merremi vesh. Ne konceptuojmë jetën e konceptojmë. Pse? Bujari është imprej, bujari. Fabulist imprej. Me konceptojmë jetën. Quhet fabulist ai bujar Kapëçiu, quhet fabulist? Jo. Ai është karikaturist. Bravo. Karikatur, jo fabulist, kur. Unë kam pasur qysh të Hosteni bashkëpunim, ka qenë bashkëpunëtor, po si ishte kur si Niko Nikolla, Po. Dionis Bubani, Bravo. po kanë qenë një kategori me nivele tjera, se ishin forcë e mendimit e zhvillimit. Bujari ka qenë thjesht një karikaturist, i cili shante imperializmin, sepse ishte ideologjia e tillë, por kur ndryshoi sistemi, unë kam edhe sot mohabet. Ndryshoi sistemi super demokrat. Po si hyri ai në ligj? Pse ai është? Po si sa liu pra, rrof partia, rrof të nderi, na doli kryedemokrat. Është justifikim kjo. Ta vazhdojmë bisedën. Mikën vazhdojmë. Jo, po kjo është realiteti. Po jo, e di si quhet kjo ikja. Jo, miku im. Kjo quhet fshehje. Jo, miku im, se ne kemi realizuar. S'ka pas kurajin. Kush me bën një artikull te gazeta Zëri i Popullit, te gazeta Bashkimi. Ky miku i ka bë. Tani këtu ne jemi që të thash unë, vlerën e gjejmë format. Po të gjejmë njerëzit që kanë lek, janë komod me pagesën dhe të bëjnë një mbështetje bujarit dhe ata të ngrenë aksion. Jem origjinalun, televizioni shqiptar, po për çfarë quhet Arta Marku që na ka marrë për sipër? Jam i përsëri. Po e kanë pi median, kanë pi ekranin. O zotëri, nuk ndryshojmë dot ne ata mor buri dheu. Ne na duhet, e di si ndryshojnë ata. Ai di si ndryshojnë. Ai di, ma thuaj si ndryshojnë. Me fjalën tonë, në dhunën tonë. Po pra, po të dhuna fjala jote ngelet këtu në vend numëro, po nuk pati. Po nuk e ke idenë sa njerëz, unë jam tepër aktiv në jetën sociale, edhe më thonë shumë njerëz sa bukur i ka problematika ato sa njerëzisht. Pra ti nuk i ka problematika që të shtysh fenomenin e keq. Ti ka problematika që ngelesh në që ta rregulloj, që ta rregulloj. Ti problematika që ka ti nuk e shtyn sistemin më zotëri. Që ta shtyn sistemin. Po unë nuk jam superfuqi kur nuk kam mbështetje. Po pra, superfuqi në thonjë se tani jemi këtu për të bërë si do bëhesh ti superfuqi. Pra ti më vete atje. Ti do të gjesh metodën, e kupton metodën si ta godasësh atë urithin që bën një emision banal, edhe ti zesh vendin atij. Ku sa kemi ne urith? Po pra, po tani për këtu jemi. Tani tim ike. Po kanë kapur lekun, pra e kanë pi lekun. Ore një moment më leku ka identifikuar. Po çfarë vleret ka Qimpeka? Ore tregu ka identifikuar interes ka ata më buri dhe pse më ikën ande më tregu. Tani jemi ke ty më buri dhe jemi ke ty. A jemi ke ty? A e kemi këtë vlerë? Kapitalin tënd njerëzor, a e kemi këtu? Po. A e shikojmë si interes për shoqërinë? Pa është pak lidhje gabuar që bëndi. Sepse ne jemi të një diçka që quhet vlerë artistike, potencë e menimit. Kurse këtu populli shqiptar u mësua shumë me vlerën vetëm politike. O zotëri, çdo natë ne kemi të njëjtit fytyra që na mpin. Është i madh. Vlera më qëndroke vlera artistike, mos më qëndroke populli. Po. Ti edhe je këtu ke vlera dhe më ikën me vrap atje. Po shqiptarët nuk duan më vlerë artistike, mos janë pi. Na duhen ata 5 njerëz që duan vlerën artistike dhe nuk të njohin ty. Unë njoh shumë edhe më njohin shumë. Edhe më ftojnë shumë, edhe më respektojnë shumë që njohin me vlerë artistike. Përveç këtyre gjithë të tjerave, fjalë të mira, të vlerësojnë, të respektojnë, ne i dimore, faleminderit u themi. Po ty të duhet ti edhe i mati motorit pikën e vajit që ti. Ty jam unë. Po pra. Po këtë duhet, bravo. Po pra. E the shumë bukur në mënyrë artistike, atë pikën e vajit. Po pika e vajit. Po pika e vajit pra. Po ti nuk më qëndron ke pika e vajit. Ti më qëndron ande me ika. Ne pa na vjen mirë, sepse duam të dy në një vend. Pika e vajit. Të rrahim, Po mua nuk, edhe në thel bujar më do të më kuptosh, mua nuk fare ti nuk më intereson. Si bujar Ferhati. Mua më intereson se ti ke je fabulist i nivelit të lartë dhe unë ta them një fabulë që se ndrojmë pak mendimin.
Vazhdo. Gjojnë një Forca e fabulë, zakonit. Forca e zakonit. Sa më pëlqen kjo Forca e zakonit. Kur e pa ky lyshin, tek i dhjellë të mish, ujku që me gri në fytyrë u prish. Edhe me një frym të birit i tha, a lidhet shtëpia mor budalla? Por ky lysh i shpejt i tha atit gri, këtë zakon baba më mësove ti. Ky është formë unikale e gjetjes. Kjo nuk është thjesht naive. Unë këtë e respektoj, ashtu siç ma kanë respektuar shumë disa tjerë që kanë punuar pra në organet më qendrore të nivelit të lartë, që më thonin bujar, do ta botojmë, vetëm një gjë na thuaj. Ku i merr? Po i bëjur, s'është e mundur thoshin. Ku i merr? Si i krijon ti fabula? Si krijon? E kush? Me njerë, si ka mundse? Po kush ishin ato? Ishin nivelet më të mrekullueshme të fabulës kombëtare shqiptare. Po kjo është një respekt i madh. Tani, vim ke vlera. Ne i themi edhe me emra. Ore, vim ke vlera, miku përsëri më. Bravo. E disa ikin si puna jote kështu. Ikin. Sepse kemi 30 vit demokraci. Na duhen 20 vit që ne të jemi objektiv me jetën tonë. Objektiv me jetën tonë do të thotë kush jam unë, çfarë si kam unë dhe ku mund të shkoj. Ne merremi ai, ata. Ata mbështes fjalën? Po çfarë. Kam shkruar një komendër kështu. Kush tjerë leshin, kush han preshin. Natëllon. Artikull në gazetë. Po shumë mirë më. Kush tjerë leshin? Të pyes ti unë. Pa i që tjerë leshin. Njerëzit që din apo njerëzit që s'din? Njerëzit që din. Njerëzit që din. Prandaj din shumë ato, prandaj kemi ecur para. Tani do vazhdojmë ke. Vazhdo. Ore ti, bateritë tua do t'i lesh kështu në ajër apo do t'i unifikosh? Jo, unë duhet të krijoj pozicionin e asaj që quhet arsye. Logjik, vlerë. Tani pa arsye, logjika, vlerë, ne ta dim vlerën ty. Tani vlera jote për të ecur më tej në treg, dhe ata 5 veta që vlerësojnë fabulën, vlerësojnë nivelin tënd. Koha situata është e vështirë. Është një periudhë historike shumë e vështirë, se e kanë quar. O sa i madh që është, ore, atje bujar. Po. Pash dije, 1000 kishin dalë 1000 bizneset më të fuqishme në Shqipëri. Po. Ata i kanë lekun letër bujar. Po i ka. Po ne nuk dim tu ofrojmë një interes atyre. Si do t'i ofrojmë interes? Unë ja bëra një thirrje, se patë vëmendjen ti. Dëgjoj thirrje. Që thirrjet ishte kështu. Të kontrollojnë dhe njëkohësisht të tregohen me serioz me vlerat intelektuale kombëtare shqiptare. Jo thjesht naiv. Ta shikoj që jeta kërkon. Edhe dihet ku të përshohet. E di se e bën bisedën ti. E bën bisedën atyre, ata janë milioner, po çajna allën e biznesit ti, e bën bisedën merruni me mua, mos me ne, mos me në një kategori. Po zotëria, ai po dëgjon, e po thot pa prit ta shikoj këtë bujarin, ai quhet sponsor siç e kanë në Amerikë. Po shikon që ke vlerë bën kontratën. Tani ka 2 orë aty që po na ndjek dhe nuk di se ku godet ti. Por e mora vesh je fabulist. Po çfarë do ti thot ai më? E mora vesh që je shkrimtar. E mora vesh që ke dhe një historik, e mora vesh që pas ke dhe baterit karikuara që do të ecesh akoma të afro shoqërisë. Atëherë unë jam si përmarrësi, kam lek, do të identifikoj interes ke ty. Më thuaj, kush janë interesat e tua? Ti o ti, ja unë ta zem jam ai që kam lek. Çfarë kërkon ti prej meje? Jemi këtu konkretisht për të bërë kontratën. Unë për shembull, në këto librat këtu, që kam bërë 2 librat e fundit, që më bën shqiptar amerikanet shoqata ke parasysh ti. Po vazhdon. Mi bën të përsosur sepse shifshin vlerën e veçantë të librave, tepër të pikatur, tepër veçantë, në përsa i përket psikologjisë që transmetoja. Po, pra të identifikuan vlerën. Po, e vlerësuar. Dakor pra. Kurse këtu? Ja fillove kurse këtu. Këtu, komuniteti. Po nuk jemi këtu më bujar, më buli dhe o ta bera bisedën Shqip. Unë jam si përmarrësi. Po ne kemi kolegjet pra, kemi kolegje. Se mos me kërku. Ore mos me ik, po të kërkosh më je njeri i lirë. Unë jam këtu, më shikon mua. Unë kam një kapital që dua ta investoj në art, po të shikoj dhe interesin tim, se s'mu bëvon për të. Edhe dua të identifikoj tash ti. Unë jam si përmarrësi, kam lekët, dua të investoj në art. Tani ti je bujari, fabulist, shkrimtar, gazetar dhe me një historik në krimtarin tënde që ke lënë gjurmë. Po. Atëherë çka kërkon ti? Si percepton ti? Qa kërkon ti prej meje? Ma thuaj njerë, unë jam investitori, ai që mbështes me lekë. Ma thuaj, qa kërkon ti prej meje? Unë kërkoj prej teje. Dëgjojnë. Kërkoj prej teje. Nuk do iki. Kërkoj prej teje. Se thot, e ka të vështirë. Pse kam vështirë? Ha, bravo. Kur në botë që kam vështirë? Po jo, vëlla, qa flet ati. Unë jam shumë historikë, shumë më të fuqishme. Po, kemi gjithë se po e thuaj.
Unë kërkoj që të peshohen gjërat dhe njëkohësisht të veçohen gjërat. Ai se peshon, as nuk e veçon. Kush ai? Thjesht. Po shumica e tyre që janë bërë me parë sot O, zotëri. nuk shquhen në vlera intelektuale. O zotëri, bo, më iku prapë i mathe. O zotëri, biseda është e thjeshtë. Po, Nuk na duhet se çfarë shquan ai apo nuk në shquan ai. Ai është idiot. Na duhen lekët e tij. Ai ka vendosur te një shumë lekësh. po ky është konflikti kryesor pra. Nuk është konflikt mor po të them mor burr, sepse ai ka vendosur një shumë lekësh, ai i kanë thënë ata që këshillojnë nga afër, tani ti fiton miliona euro lek në vit. Po. Mundohu tani se në një pas tjetër që të investosh në art. Edhe ai thotë si, duhet të identifikojmë njerëz ku ne mund ta shesim vlerën tonë akoma më shumë. Ta zë merr dha unë ke ty. I kam lekët, më than këshilltarët e mi, unë s'marr vesh, unë di vetëm si të fitoj lek. Po gjinia e librit është më e vështirë sot. Po dëgjoj. Se e kanë degeneru. Po prit më një moment më buri dhe, vetëm ka ikën andaj tuti. Ore do vim, jemi ke ty mor bujar më buri dhe. Jemi ke fabulisti, ke shkrimtari, gazetari dhe një historik për 25 vjetësh. Tani ti thuaj unë i kam bateri të karikuara, ende dhe ofroj vlerën artistike në treg. Po ta kam thënë 18 herë këtë gjë. Tani që kjo vlerë artistike në treg, ti thuaj, ti e ke thënë shqip që më duhet një mbështetje financiare. A jemi këtu? Po e kemi thënë, bre, themi prapë. Pra duhet ai pika e vajit, ku e ka motorin, më shumë, po do pikën e vajit që të lëvizit, të bëj takimet ande. Pika e vajit do të thotë që duhen ca lekë që të bëj sepse pensioni si del. Se ka vlerësuar qeveria fare ose ky nuk ka Ka kanë shoqëria budalla atëherë, drejtuesi për marr. Se ja kemi thënë me shkrim hapur, si po lë njerëzit pa punë, si mbyll fabrikat budall. Kush ta dha drejtën ty? Jo, kam shkruar në artikull. Po mirë, në rregull. Jo, nuk e di. Ne kena shku me marr bukën me automatik, edhe kemi gëzuar se po marrim bukë. Ja, bravo. Jo, atëherë pason unë një kategori. Jo, ke konceptim tamam gabim. Po, si na hoq, kush ta ty me na hek prej bunët ne? Kush ta dha drejtën ty me na mbyll fabrikën ne? Një moment më bujar. O bujar, më i ke prapë. Jo, gabime. Po janë gabime. Jo mor sa sistemi i tillë. Jo mor sa i majti ke deshti. Ma da ato që deshti i bani kolosal, shiti tanë materialet. Ashtu e shikon ti. Jo, po në realitetin, mo. Po të përsi realiteti si që të intereson ty. Po jo, mor si që realiteti. Ja ta këte unë përgjigjem bajti, atë që kishte vlerë, atë që i interesonte. Kur në botë? Kreti majti ato që deshti i shiti për veti. A i mori për veti. Miku, s'kam qëri bëj. Ja. Miku, qërti bëj. Ne kishim uzinat plot. Zlere uzinën tani. Shite i teli on 78 gati % e prodhimit për gjithshëm. Edhe ne na hodhi jashtë. Unë nuk erdha për telin. Ja, flasun. Jo. Villte barabanat shite se ishin jashtë. Shkonin në Europë. Sa njerëz ikin nga objekti. Jo, ishin gabime këto. Ishte psikologji e ndyrë. Ore ma këte përgjigjen po të them më për edhe. Këtu ka të keqe që ne nuk arrim të merrem i vesh me njëri tjetrin sakt, se nuk i njohim realitetin. Ta përkufizoj edhe një herë. Po. Jam me Bujar Feratin, fabulist i nivelit të lartë, shkrimtar, gazetar dhe ka një historik artistike për 20-25 vjetësh. Jo. Sa? Çoje më çafleti 40 vjeç më. 40 vjetësh. Ka një historik, një kohë artistike që kontribon për më shumë. Ka më tepër se 10.000 artikuj të botuar. Ka 100 sa kanë të kënduara, çaflet po ti. Bravo, më tepër se 10.000 artikuj. Jo. Duhet jemi të saktë njohemi. Me 100 sa, me Tish Dai, me Pjetër Gacin, me Avni Mure, ti marr me rallën e. Po çaflet ko di kanë zgjedhur ato. Si kam zgjedhur unë? I kam paraqit, po thënë deri mund se duhet. Atëre kur bënje ti këngët, kishe pikën e vajit. Po. Tani nuk e ke pikën e vajit, jemi ke pika e vajit. Po kanë bërë, akoma se ke të qarti, janë bërë grupe të cilat marrin, mashtrojnë. Po. Unë po i them ja ku e kemi një sipërmarrës, po të vi unë, e kam buxhetin gati. Po nuk din marr sipërmarrësi, nuk është asnjë gjë, nuk din. O zotëri, shqip po them, unë jam erdha. Si mund ta them unë që kjo kokër është e mirë pa parë kokrën, pa e përruar, pa shijuar. Ai që është e përron, e shikon, e peshon, e gjykon dhe në fund vendos. Pra di si mendon Bujari, mua nuk më duhen as donacionet, nëse ai që bën donacione nuk merr vesh nga arti. Kështu thuaj ti. Jo. Po si interpretimi është gabim. Po, ma kundërshton. Ata kur nuk e shef, kur nuk e gjykon, kur nuk e bën një lloj konkursit, kur nuk ka me njerëz të aktivizuar diçka, formë, edhe shtetëror gjinet një formë, edhe private. Se kur bëhen festivale, bëhen komisione. Po Bujar, kemi 2 orë këtu. Ja, s'kemi 2 orë. Gjysmore. Ja.
Kemi pak më shumë. Dhe nuk po e nxjerr, që nuk po e nxjerr, Afër një. pika e vaj tend si karakterizohet. Pra e kemi donatorin, e kemi gjetur, por na dëgjon aty. Po. Ka përveshjet e syt, po harxhon kohë. Po. E thot, e shikoj me interes unë ta mbështes këtë fabulistin. Atëre, kush janë kërkesat e tua? Po unë ta thash pra. E tha, Që unë edhe kam unë se qef. kuptuar. Po, ja ke kuptu. E kam Por e më kuptu. thuaj vlerën Që financiare unë dua se sot në kohë krizën e kam shkirun ta marr përsipër që të bëjmë elektremia edhe të mos kem përgjegjësi hysh me tjera Ja, kap. bravo. A po s'kemi ne. Ka ardhur donatori, po të pyet, atëre më thuaj mua, thot ai. Atë donatorit i them unë. Dëgjoje, Nëse ke mundësi, nëse ke mundësi. mbase si ka. Me njerëz, me një komision. Ti, Komisioni janë vetëm o bujar. po komision atër nëse ke Ore, më thuaj na ndihmoni në kuptimin të bëjmë vlerat tona nëse ka mundësi. S'ka mundësi, po i djegin. Ka më mundësi, të ka. Po i djegin. Unë mund ta etha të pikën e vaj që ti Atëherë tani po i djegin. Ne jemi dhunë. Ne në dhunë. O bujar. Po i kemi shumë se i bisedojmë me njëri Po thuaj tjetrin. më shifër, Një kategori. Më buri dhe o cila shifër të bën që të lëvizësh më buri dhe o, të lëvizë anë lëvizë. Cila shifër më, cili kontribut më donacion mujor të bën ty të ecësh më buri dhe. Po të na japin pra një diçka. Po sa t'japin 3 kafe, do t'japun 3 kafe dhe ajtun. Çfarë është kjo diçka ja Tre buri dhe? kafe. A sa lek, sa vlerë. Po sigurisht më shako. Ai flet me shifra, ai nuk është bërkot milioner, nuk flet si ty edhe si unë, me llafe. Ai flet me shifra dhe është i pasur. Po ta kena një diçka që quhet mesatare. Mesatare. Thuaj mesatare. Mesatare ke quan ti, se ka njerëz që quajnë mesatare 50 euro, njëri më tha mesatare quaj 8000 euro. Çfarë ti bëjmë neve tani? Ke quan ti mesatare? Ditore apo mujore? Por e mujore që të lëvizin këmbët në kuptimin artistik. Po t'jetë një 600 euro. Pra 600 euro, bravo. Shqyr, bo. 600 euro, pra bëhet fjalë 600 euro. Për si është për sot që është euro, so? Por e ty të duhet një marrëveshje një vjeçare, 600 euro, ti jep 600 euro, ai ti jep 6000, 7200 euro, tranke ti i dërgon raportet aty çdo muaj edhe emrin e donatorit. Po, unë bëj edhe agjenci reklamash. Bëj edhe reklaman. Po këta e folë burr, kemi 2 orë atje, se më ikte dhe nuk më vinte, më ikte. Pra ky do bujari e do të investitorin që të ishte në nivelin e vet. Ai ka vetëm shifrat. Shumë modeste ja thashëm. Shumë modeste për kohë. Tani bëhet fjalë për një 600 euro në muaj, që do thotë 7200 euro në vit. Mund të bëni një kontratë me bujar Ferhatin dhe ndërkohë në këtë gjë, edhe unë t'i bëj reklam atij në pozicionin që i librat i keni nga X-i, nga ky. paguara nga ai. Sponsorizuar. Ai është sponsor, edhe kjo të shkruhet edhe në shtetëroret, në të gjitha ke parasysh ti, edhe privatet, edhe njëkohësisht të bëhet e ditur që nga filani, nga firma, nga individi, Gjojeni me vëmendje, se erdhëm në objektivitet. nga filani, nga I individi, liston nga ti firma. këto do ti, i liston ti këto, i liston. Pra, ta zëm se nesër ty të merr në telefon dikush. Po. Sa e ke numrin e telefonit thuaj që ta marrin vesh njerëzit. Ata donatorë. 069 23 05 219. Bravo. Ai thotë bujar, po më pëlqeve, thotë 600 euro po e marr për sipër 7200 euro në vit. I liston do të ti përfitimet e mia, thotë përfitimet e këtij, që do t'japi lekët. Si i liston, s'të marr vesh. Siç më the këto, do dali këtu, do jetë atje ke donator ke libri. Po shkruajmë të libri vëlla. Po duhet ti emri i autorit, edhe ai është supermarket i nderuar me firmën. Ku mundet të dali emri i firmës së tij? Si s'del? Ku tjetër i liston ti do? Edhe te individi patjetër vëlla. Bashkë me të bashkëpunim me njëri ku ta ketë padarësisht. Nesër nëse ai të vjen, të kontakton. Po. Madje ti duhet i kesh gati, edhe ti do kesh listën ku del emri i firmës së tij. Po, që ta bëjmë edhe në Kosovë, ta çojmë edhe në Maltezi, ta çojmë edhe ai të di ku e shet vetë. Po, Maqedoni, po çka kujton ti? Po kjo duhet që ti ta kesh një si tip drafti të vockët. Po, kam qef edhe në Itali. Por e çrëndsi ka këtë. Jo se njifet pena. Po njifet pena pra. Po dakor ti do ta bësh kanale. Këto quhen kanale ku do duket logo i tij. Bravo. Dhe me një 600 euro të dalin. Me 600 euro mundoni të kuptoni sepse sot një gjërat arti ka nevojë për menaxher. Po bujari është në një pozicion që 100 euro pension ja kanë nxjerr, ke parasysh ti. E kupton ti. Pa çfarë se nuk do më mos njerëz të kënaqen. Nuk mundet dot që të ketë edhe një menaxher. Prandaj mund të ndodhi që ndonjë sipërmarrës komod dhe që e vlerëson artin, e ka bujar Ferhatin këtu të gatshëm, me një 600 euro në muaj, me një kontratë një vjeçare, juve mund të bëheni sponsor i botimeve të tia, sponsor i botimeve të tij, logo juaj. Tash po e thua saktë, po më kënaq. Bravo. Edhe unë mund t'i bëj reklamime
Po, pra. Të mrekullueshme në Po, pra, disa po, dhe shtete. sa luftë bëra unë për të ardhur. Po, unë ti kam Mike, pranon, Mike. ti kam vënë, ja, Tek, sigur që jam naiv. Mike nga biseda, bujar. Mike nga biseda, ti do një afërsisht 80-20 minuta të më thoshe shifra. Shifra i lëviz njerëzit. Ne për shifrën kemi ardhur këtu. Mirë, Ne vërtet, mirë ta marrë. ne vërtet jemi mjeshtra të fjalës. Mirë. Po fjala do dhe në çik. Apo ja. Atë kapi vapa, Jam qufë ndjerës. u thekëm këtu. Unë nuk kënaqa shumë. Po, unë Pra, ishën fresk atje kur erdha, se ishte shumë hije e se dita. edhe aty është çik më Po hapur. se dita tani si më Po jemi shumë mirë, Unë pra. kur hera parë. E përcollë mesazhin. Ky është Kemi në një gjë mesazhi. tjetër. Pra mesazhi kush është thuaja publikut? E thamë edhe ne herë. Ah, bravo. Që ti bëjmë reklamet, se reklami është shpirti i tregtisë. Atë. Unë e di mirë atë punë. Atëre kjo reklamë me sa lek bëhet ai nëse vjen këtu. Po ta fitoj, unë mendoj 2-3 fishat e. Ore ti sa dore, lera ta. Po kaqën pra me 600 euro në Pra, muaj, bëhet fjalë ta për ke 600 mundësi euro, që unë të 600 siguroj jetesën Po. e asaj që quhet të një niveli Po, mo, po. të arsyeshëm. Moral. U s'pa kërkoj nivelin e lartë. 600 euro bëhet fjalë. Ka njerëz që i bien me top kërkojnë nga 2000 euro. Shko edhe Po janë budallë në kuptimin e mirë. Janë tipa, karaktere, jeta pse ka disa gjë. Po, e shesin edhe veten varet. Ha. Pra jemi pra me përcollë mesazhin, nuk kënaqa shumë me Bujar Ferratin, është fantastik fare. Unë vdes për njerëzit që përveç të tjerave i kanë bateritë e karikuara, se vjen një moment edhe bien bateritë njerëzve. Ka njerëz që veçantë që bien bateritë. Bateritë bojari, bateritë në kuptimin e krijimit artistik, se juve unë kur shkon mendja këtyre për bateritë, ke parasysh? Ta themi një të thuaj, bukur. Unë kam bërë shumë edhe satira. Aha. E kam pasur mik Benduken, kemi qenë shumë shok, shumë miq të mirë. Po. Edhe sidomos kohët e fundit kur u sumor. Te Tirana Re kemi pi kafe bash. Beni është quar, ka qenë nishi Aha. i poezisë satirike në Shqipëri. Satirike, po. Po kam bërë disa poezi edhe i kam botuar mjaft. Jo pak. E çfarë do thojete? Edhe kam shkruar një me titull Gjburra kurva pas ka sot. Dhe thoj Dëgjoj. zgjara. Mirë po kjo është për këto njerëzit pa karakter sot, që në shumicë ndërmuese na bëjnë si njerëzit e mëdhej, si kokat e mëdha, si vlerat e mëdha, peshat e mëdha. Ta thashëm dy, pash një person, nul. Ai me bëhet deputet. Mirë po, thoj Hajde. disa ka marr votat e popullit. Na bravo. Mirë po, kaq naiv, kaq të pa zhvillu, e din se kush ka vlera. Heqtim, kjo është shoqëria jonë. Se ka disa naivitete që s'po arrin të dalë. E kanë bllokuar ka vite. E mora me shpo. E mora. E kam shkruar artikullun jetë në grusht apo jetë për grusht. Tani- Pra është bllokuar. Tani, këto janë fenomene që ndodhin. Ne na duhet të identifikojmë një sipërmarrës që Tjetër, thotë 600 po kjo është esenca kryesore. Po, pra. Kjo që thamë ne, që fitimi, unë të jep dorën ty, të pish një kafe edhe një ujë, po ti duhet më japish mu 3 kafe, 4 kafe, 5 kafe, që unë të kem mundësi të bëj prap nesër për ty. Po këto janë gjërat kryesore, unë. Që do të thotë? Shikoj si Po. e bëj bisedën unë. Po. Se unë vërtet Po, mundohem të zhvilloj artin e komunikimit. bravo. Por jam edhe kapitalist. Po shu duhet. Ashtu duhet. Po duhet ta kuptosh këtë. Që unë do të them kështu. Po shu duhet. Dëgjoj pyetjen time. Fol. Nesër ose këtë ditë në krye ta zem se unë i gjeta identifikova një investitor këtu. Edhe ju bët marrëveshje. Atëherë sa është komisioni im? Komisioni, pastaj e vendos juve, unë i vendos ju, komisionin mund ta vë, e vendos E bukur kjo, Se duhet ta vë unë. Ti do 600 euro neto apo minus komisionin tim? Je më burë, ne të nësion, se Ha? s'ka koptim. Si? Edhe mu do me taksim, a s'kam nevoj për taksim, me një diçka që sharane. Qa taksimi? Vendosim shifrë. Komisionin. Hyra ke komisioni. Ta Po kapim mirë më bujarin. ta vë 1%. 1%. Fantastik, sa bukur. E kape A, si to. 2%. E kape si to. Pasi do thoshe jo. A, bure, Se s'të pengon da. njëri që do thuash komision 1%, 600 euro. Ha, 10% 60 euro, do thotë që unë marr 6 euro në muaj. Si zotëri. Tak, 1% komision e marru. Si da. komision të lidhës. As të se pëlqen kam kjo. djalë një, po duhet, Është se bukur, po ja. duhet, janë rregulla. Se ta gjeu njerë. Po janë rregulla, vlla. Po të them unë aty 700. Ha? Filloj Ti di- biznesi. Filloj biznesi. I them unë ashtu Ja, pa 700. duhet jemi ku humor, edhe të kemi ose të bëjë humor, Jo. mjaft. Kam shkruar shumë humor te Unë Usteni. e gjej njerin, 700, e bën kontratën ai 700 me ty, ti mua më jep 100. Se s'po ta jap. Dakor ti me? Unë vëm. E më i madh. Shafë let ka ti. Po kjo është e bukur. E bukur. Shafë let ka kjo.
Po ti mos thuash që ky me artin tim Ronaldo me artin Jo, tim. more dua. Tarin tim. Jo, more është puna ime. Tani u bën ndërmjetës edhe Jo, po more është puna ime, është vlera ime, duhet, ç'po duhet e bëndi, pozicioni shtiv, e mendoj unë. Mos të vini natë se unë të kam marrë Jo 100 kur në euro në muaj. botë. Jo kur në botë. Unë bilet duhet jem mirënjohës që njerëz të tillë arrin të menaxhojnë edhe t'japin shtys progresit. No, Ti jep po shtys të kam progresit. qëllim këtë. Po ti jep shtys Po kam progresit. qëllim këtë, qëllim në Jo, vetvete këtë. jo. E bukur, e nxora dhe unë një komision të vogël. Shafelet kot U për kënaqa shtys. shumë. Do mundohem Jo. këtë video të ta hedhim në YouTube, Jo pastaj do ta tamasha. hedhim edhe në Facebook. Jo tamasha Dhe ne do duhet. identifikoj me të madhe. Çaflet kot. Bravo. Kjo gjë shtys. Juve e dini që studia përfaqësohu, studia jonë i bën të gjitha. Ta themi një fabull këtu të bukur, Një fabull për ha, ma thua. e shkurt. Një hardhi kur na u poq. Një hardhi kur na u poq, rreth e qark lodhi plot zogj. Po kur rushi ju barua, as një zog nuk ju ofrua. E mërzitur tha hardhia, si me la kështu miqësia, unë për miq kam nevoj sot, jo kur kam veç vitet plot. Ja bravo. Po, jo vetë kur jam me lek. Mire ka me vlera, me kokra. Pra një hardhi kur na u poq, Po, pra. kur ka lek, vinë të gjithë të Hardhia- duar fort. Kur s'ka, Hardhia duhet të mësohet që ti jetë e kënaqur edhe kur se vjen zogj, se po s'pati vlera çe duan zogj. po që duhet? Çe duan po s'pati tani, dhe jemi ke interesi. Bukur fort vajti. Pra, Janë botuar në organet qendrore këto. Dhe Ustini, mora dhe shumë mirë, bravo. i kam atje në shtëpi, shikon në sy. Ashtu e i mati, dinamik i madh. Pra, mos keni parasysh. Është fare e thjeshtë. Jeni në një sipërmarrje. Sipërmarrja ka 35 vjet konsolidim, me fitime që rriten nga viti në vit. Atëherë mundohuni me sportivitet, do më keni mua ndërmjetës, se unë jam mjeshtër i ndërmjetësimit, që si logua e biznesit tuaj, kundrejt një 600 euro, e shtrydhim bujarin pasaj, ne sa të e bëjmë kontratë. Po jep. E shtrydhim, mos kime rak, unë do ta orientoj, sepse do për komisionin tim. Po kështu është kjo bu. Dhe do jenë gjitha logot e biznesit tuaj do jenë, ke botime, do jenë ke aktiviteti bujarit dhe bujari, pavarësisht moshës që është pension, ka një detyrim që Te kam thënë në Facebook kam 5000 sa ndjekës, 5200 ndjekës. Pavarësisht që është pensionist, në fund të muajit e ka bujari për detyrë të na japë një mini raport, se do donatori, do raportin. Ti e bën raportin apo se bën dot? Unë duhet të shikoj edhe formën njerëz se gjithë. Ka do ti? Si formë, si bëhet kjo raporti, si mund bëhet. Raporti do thotë aktiviteti që ke bërë ti gjatë muajit në krimtarin tënde dhe ku është shfaqur dhe logua e ti si mbështetës. Po patjetër. Për kaq pra. Do bëjnë gazeta, do bëjnë. Po të mundet. Po çka kujton ti? Për shembull ti. O detyrë po do ta mashënim se mos harro. Po ti, jos një mënyrë. Pra shiko çfarë çello. Ti do ikësh në një filan vend të takosh për një punë të tu artistike. Po. Dhe ti do ta shkruash takova filanin për punë artistike dhe i thash që mbështetem nga filani. Patjetër vëlla. Po tani shikoj ku lind pyetja. Po. Se ne themi patjetër se si mendojmë gjëra, se po jo unë mendoj. Jemi dhe popull i virgjë. Ja. Ja dëgjoj pse se mendoj. Sepse mund të ketë shumë element këtu që thuaj ti ky raporti më lodhi. Po. Dhe ty të lind nevoja që ta abonosh një sekretare. Që të mund të këtë punë. Ha? S'kam rrugë, kam të ardhur atë sharake. Po pra po nesër mund të na të rriqesh rrugës nesër. Nesër mund të të rriqesh. Një sekretari të kërkon 600 euro rrugë. Po pra bravo. Ani shikoj çfarë ndodh. Ti nesër mund të na të rriqesh nga kontrata. Po këtu është shumë vështirë pra gjetë, kjo është forma e gjetjes, ta gjej me njëri tjetrin. Pa i merr përsipër ti këto se mos më thuaj mirë se ja, më duhet edhe sekretare. Ti me një sekretare të bukur. Sekretare. Po jo, çfarë. Imagjinoje. Po që të frymëzohesh. Tani ne po ikim. Jo, në qefin e kemi se na pëlqen e bukura. Bukura, kush i pëlqen? Tani mesazhi është që do t'i qëndrojmë vitit të parë që ti do je merr përsipër. A më kupton? Pastaj vitin e dytë zgjeroju ti me sekretare, me asistent. Nuk mund ta marr përsipër se un kam thash, të ardhura naive. Por të ardhurat do vit tjetër do thotë bujar po e bëj marrëveshjen me ty. Po. Dhe ti do më njofësh mua me një raport, mini raport, në fund të muajit, çfarë ke bërë? Që un ta siguroj të paktën diçka. Po okay, 600 euro. Në kaset të ruajtur që ta kem që t'ja jap. Televizin më kanë. Po, bravo, televizin më kanë. Po që ta kena mund. Po shkej kur më skej me ça. Këtu jemi pra. Por ekziston, shikoj se ti ke konceptin e parë që i qëndron fjalës, po sot kanë ndryshuar gjërat. Njerëzit pasi sigurojnë 600 euro, atëherë thon po prit se unë s'kam llogaritur sekretare. Nam kupton? Kurse ti vitin e parë i qëndron. Bisedoj. E bisedoj. Pra nuk na ngelet gjë tjetër, vetë ta mbyllim këtë intervistë informale, u kënaq atë masë shumë, çik vështirësi pata. Duhen të bujarin çik më shumë kështu. Hostenin e di, bujari ka punuar ke Hosteni dhe ka punuar, kam bashkëpunuar. Ka bashkëpunuar. Bashkëpunimi është tjetër
Kurse të punosh Ke është bashkëpunuar. tjetër. Ostenin e diti Kurse- Ostenin çfarë është? Po ka qenë një revista më e fuqishme. Jo, përveç kombëtare, revistës, kuptimin satirë, fillestar të Ostenit. Gazeta Drita ka qenë e veçantë. Por Ostenin e diti çfarë është Osteni apo jo? Usteni është një qitë të bravo. shpon. Po donte një çik. Të thonë bon. Donte një çik më shumë Ostenin bujari, po megjithatë vajti bukur. 600 euro bëhet fjalë. Unë do bëj përshkrimin aty. Doja shumë Doja një Usteni. çik, po, Se nga të një- ndjek pak. Të thonë Osteni bon të bra. kënaq. Usteni Të vjet thonë për bon në kau. mënyrë pozitive. Ti nga njerë më thua, se kuptove. Jo. Po bukur, por ti me 600 euro i jep drejtime, bujar. Unë mendoj se diçka e arsyeshme. E më kur e mendone, gjithë kjo kapacitet, gjithë kjo vlerë, Kështu duhet vrar duhet ne, mendja, kështu duhet ne. duhet vrar mendja. Duhet vrar Kështu mendja duhet që ne. ti themi si Si thua përmarrës. ti? Faleminderit o E bujar kemi Ferrati. gabim? Jo, Po, për duhet atoria. arsyeshme edhe njëkohësisht vlera. Mbyllja e kuptohet, mbylljen si bëhet mbyllje, unë kam një mbyllje bujar. Mbyllja. Shëndetin, humorin Po, në rast të Po parë. unë po jo bëj një Po, mbyllje, bëj një të herë një Bëj mbyllje një mbyllje bujari, Ferhati. Ha. Prej Shkodra. Po, Shkodra po. E të keqen Po, bjen Shkodra gjumës, nuk është më kënaq. Shkodra nuk është me ajo që ka qenë. Vazhdoje. E di që e kanë pak vështirë disa, por ndryshoj me ndryshimet demokratike. Bëj mbylljen. Ha? E të lumë. Unë e bëj Maskeli një thirrje ndërgjegjës Aha. në përgjithësi të njerëzve, e sidomos këtyre të biznesit. Kanë mundësi, kanë forca, kanë kriju në të gjitha drejtimet një potencë. Të ndihmojnë edhe një herë rritjen në potenca në vlera artistike, kulturore të popullit. A bravo. Ne kemi një popull Por e ndihmoni vital. bujarin, pa Ne le kemi një muhabete. popull vital. Ne kemi një popull me të vërtet që ka ruajtur tradita. Të vetë me shumë kulturë, Po s'është mbyllje kjo Me më shumë bujar. me shumë Kjo art. është thirrje, ne na duhet mbyllja jote. Me shumë art. Ore më vlerësoni i E thuaj se duam do të jetën rritet. tonë A bravo. dhe vlerësoni vlerat. Mos ju humbisni. Faleminderit Kaq. shumë aty. Faleminderit. U kënaqem. Pra keni parasysh, a? Keni parasysh 600 euro bëhet fjalë ose 700. Dhe juve do t'i jepni drejtim biznesit tuaj. Bujarin e kemi këtu, këndshëm, është i shëndetshëm, është mirë. Ne do t'japim ato, do t'jedhim pikën e vajit dhe do filloj bujari. Unë e bëjmë shumë, unë qomë nesër e bëj